ta tanët që rrinë si studentët e menza, ta tanët të menza e studentave bëjnë mirë të ndjekin shembullin e Arben Taravarit, kur e pa aj se si degradohet çështja shqiptare, kur e pa aj se çfarë gozhda që arkivoli marrëveshje sorit i vendosin, institucionet që bashkëmarrës janë edhe tanët aty, aj e braktisi. Ne ndjekim gjitha zhvillimet politike. Nuk është mirë për strategjit që ndërtojnë ata. E them për strategjit që ndërtojnë ata që ta din që një të gjitha detajet i dim dhe nuk do flasë për detaje. Por ama le ta din që ka një bashkim demokratik për integrim, te për të organizu e të tablu, që do drejtësi e do ardhmëri. Mos harrojnë se me ne kush është matë, vetëm humbjen ka regjistru dhe referi e ka numru. Partit politike në front veprojnë dhe koordinohen. Ashtu si që thashëm edhe më lartë, jemi në kontakt me forcat politike konstruktive në vend dhe mendojmë që në zgjedhjet lokale ne do jemi një front i fort në realizim të synimeve dhe qëllimeve tona për të qeverisë me sukses komunat, po njëherë ne gjithashtu fort jemi të përcaktuar që bashkë me zgjedhjet lokale të bëhen edhe zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Dhe ne kërkojmë që kjo të ndodh, sepse shpëtim për ne dhe për të patur dhe për të krijuar një stabilitet të qëndrueshëm politik, rrugdalja e vetme është zgjedhjet e përgjithshme të mbahen bashkë me ato lokale. Nderuar pranishëm, vëllezër e motra, 3. Urime 23 vjetori i kështjellës së pamposhtur t'juajën Bashkimit Demokratik për Integrim, rofshi e qofshi dhe gëzofshi dhe shumë për vjetor të tjerë, dhe për këtë u siguroj se themelet e këtij Bashkimit Demokratik për Integrim do i gëzojnë edhe gjenerata në vazhdimsi, sepse themelet janë të sakrifica dhe të gjaku i luftarëve të lirisë.